Fëmia duhet të jetë ndihmë për nënën e vet. Mos bëj gjëra që ja shtojnë punë të nënës ose që ja vështirësojnë punë të nënës. Edhe ajo që është bamirësi ndaj prindërve që mos pres nëna të kërkojë, domethënë për shembull rregullimin e shtëpisë ose pastrimin e shtëpisë ose të kërkojë ndihmë për përgatitjen e ushqimeve kështu me radhë. Por fëmia dhe në veçanti vajzat, domethënë duhet të nxitojnë përpara se t'i thrasë nëna, domethënë që nxitojnë ta arrijnë atë që e do nëna. Kjo është prej veprave më të mira. Pra themi që mos presin nëna ta kërkojë ta, ose babai, domethënë edhe për djemt edhe për vajzat, nuk ka shumë dallim, mirë po në disa çështje theksohen vajzat, disa çështje theksohen djemt, por sidoqoftë për prindrit, të gjithë fëmijët duhet të nxitojnë që t'i bëjnë punët që i duan dhe i kënaqin prindrit. Kjo është, domethënë, te nxitimi. Nuk duhet pres fëmia që ta kërkojë prindi, se ndoshta edhe prindi mund ndonjëherë turprohet ose Allah na ruajt mund të friksohet prej fëmijës vet që ta urdhërojë diçka. Do thotë nuk duhet të pres fëmia që ta sjellë në këtë gjendje prindin, a nëse vjen situata që prindi kërkon diçka, edhe fëmia ja refuzon me arrogancë, me sjellje të keqe, atëherë padyshim se është prej mëkateve të mëdha. Allahu na ruajt prej secilës të keqe.